Administrata e Bashkisë Kavaj në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak zhvilloi sot një dëgjesë publike për planin vendor të menaxhimit të mbetjeve. Takimi u drejtua nga drejtori i shërbimeve publike Gensi Gjylsheni dhe drejtori i burimeve ekonomike Andi Çurku, pjesëmarrjen e specialistes juridike pranë Bashkisë Kavaj, Nazire Memishaj, Eneida Marku, përfaqësuese e projektit Bashki të Forta, të financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC dhe Qeveria e Suedis, si dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bizneseve lokale. Gjatë takimit u prezantuan objektivat dhe masat konkrete që do të zbatohen për përmirësimin e shërbimit të pastrimit në qytetin e Kavajës. Një nga shqetësimet kryesore mbeti depozitimi i mbetjeve urbane në landfillin e Sharrës në Tiranë, që sjell një kosto të lartë financiare për bashkinë, si në aspektin e transportit, ashtu edhe të tarifës së depozitimit. Zoti Gjylsheni u shpreh se synimi i këtij projekti është krijimi i një sistemi menaxhimit të mbetjeve urbane brenda territorit të Kavajës, i cili jo vetëm do të rrisë ndjeshëm cilësinë e pastrimit, por gjithashtu do ta ulë ndjeshëm kostot për qytetarët. Afër, pra në zonën tonë, të krijojmë një mundësi për këto mbetjet inerte, sidomos që janë të pjesë e rëndësishme. Pra të krijojmë marrje një toke me qera, të administrojmë në mënyrë më të mirë që këto mbetje të fokusohen në një pikë. Se po të shikojmë gjithë bashkë sot, domethënë kemi shumë pika të shpërndame ku me të vërtet ka një problematika, tu hullet zhavorët e hullet beton, rasa, nuk ka një pikë. Ky plan na çon drejt asaj. Pra miratim të planet na çon drejt kësaj pike e cila do jetë shumë efikase për ne, sidomos me pjesën e ndërtimeve që po bëhen, pra domethënë, dhe helli aty domethënë është shqetësuese. Kjo domethënë do jetë kjo është primare për drejtorinë tonë, dhe kemi edhe përfaqësuar për sekretarin e Këshillit Bashkiak që do të drejtohemi mbas daljes nga këtu që ky të miratohet dhe Bashkia e Kavajës si ndër bashkitë e fundit që aplikojnë të plan, sepse të tjerët e kanë. Shpresojmë bashkë me një punë me dinamike me kolegët e mi të sektorit pastrimit ta bëjmë realitet dhe ta kemi për gjithçka që na duhet, edhe për aplikime të ndryshme, të cilat edhe brenda dhe jashtë vendit për të aplikuar për ndihmë, duke filluar që nga koshet e plere, duke filluar që nga dorezat, duke filluar nga makineritë e vogla e tjerë. Pra, nëse ne nuk e kemi këtë plan, nuk aplikojmë dot. Pra, shumë e rëndësishme miratimi i këtij plani për aplikimin e marrjes së shumë ndihmave që ofrojnë organizata ndryshme që merren me këtë lloj procesi. Kështu që kjo do japi efektshmëri shumë pozitive në përmirësimin e shërbimit të pastrimit përgjithësi, por në veçantë edhe të inerteve. Në një frymë bashkëpunimi, përfaqësuesit e bizneseve evidentuan problemet aktuale dhe propozuan ndryshime që do të reflektohen në planin final të menaxhimit. Në fund të takimit, u miratuan disa pika kyçe, të cilat do të shërbejnë si bazë për zbatimin e planit vendor të menaxhimit të mbetjeve. Këto masa synojnë të sjellin një përmirësim të ndjeshëm të shërbimeve të pastrimit në dobi të qytetarëve dhe bizneseve të Kavajës.